Fakulteti i Shëndetit pranë Universitetit Ismail Gjemali të Vlorës tashmë po zhvillon procesin mësimor në ambiente të reja, moderne dhe komode, të vendosura në zonën e Skelës pranë godinës së rektoratit. Zhvendosja në këto ambiente synon përmirësimin e kushteve për studentët dhe stafin akademik, duke ofruar hapësira më funksionale për zhvillimin e mësimit dhe praktikave profesionale. Godina e re është përshtatur sipas standardeve bashkëkohore të arsimit universitar. Ajo përfshin auditor të rinj për zhvillimin e leksioneve dhe seminareve, si dhe laborator të pajisur me bazën e nevojshme didaktike dhe teknike për realizimin e praktikave, që kërkon formimin profesional në fushën e shëndetit. Dekani i Fakultetit të Shëndetit, Engelejt Mëjilli, thekson se ambientet e reja krijojnë mundësinë më të mirë për zhvillimin e të gjitha aktiviteteve akademike. Sipas tij, afërsia me rektoratin dhe me godinat e tjera universitare lehtëson ndjeshëm lëvizjen e studentëve dhe organizimin e procesit mësimor. Këto ambiente të reja të cilat janë afër rektoratit në zonën e Skelës, janë afër të gjitha godinave të tjera përveç godinës B dhe u mundëson studentëve që të zhvillojnë leksionet e tyre, seminaret dhe të gjitha aktivitetet akademike pranë këtyre ambienteve. Këto janë ambiente bashkohore të pajisura me pajisje bashkohore teknologjike që mundsojnë rritjen e njohurive, aftësive dhe kompetencave të studentëve për tregun e punës. Mëjilli vlerëson gjithashtu mbështetjen e dhënë nga rektori i Universitetit të Vlorës, profesore doktore Aurela Seliaj, për përshtatjen dhe funksionalizimin e këtyre ambienteve, të cilat tashmë janë në dispozicion të studentëve me kushte më të mira studimi. Ambientet janë përshtatur fal një pune shumë kolosale të stafit, ndihmës akademik, administrativ, akademik dhe sidomos fal ndihmës së madhe të rektores dhe të administratorit të universitetit, të cilët për një periudhë shumë të shkurtër kohore kanë bërë çdo përpjekje të mundshme për postimin e ambienteve të fakultetit dhe ardhjen e këto ambiente bashkohore. Sipas drejtuesit të fakultetit, vendodhja e re ofron jo vetëm më shumë komoditet, por edhe një integrim më të mirë të studentëve në jetën universitare, pasi të gjitha shërbimet kryesore akademike ndodhen në një distancë të afërt me njëra tjetrën. Eksakt, janë më pranë rektoratit, më pranë aty ku zhvillohet mësimi, sepse s'kanë nevojë studentët të lëvizin, pasi mund të zhvillojmë mësim këtu, mund të zhvillojmë mësim tek Fakulteti Ekonomisë si dhe tek Fakulteti Shkencave Teknike dhe Natyrore, dhe për çdo nevojë që ata kanë, mund t'i drejtojnë dhe rektoratit për arsyet administrative. Zhvendosja është pritur pozitivisht edhe nga vetë studentët, të cilët e konsiderojnë këtë një zhvillim të rëndësishëm për cilësinë e studimeve të tyre. Studentët deri në këtë moment kanë shprehur kënaqësinë e tyre për lëvizjen në këto ambiente të reja, sepse duket që janë më të përshtatshme për zhvillimin e leksioneve dhe të gjithë procesit akademik. Ndërkohë, Fakulteti i Shëndetit po përgatitet për nisjen e sezonit të provimeve, i cili do të fillojë javën e ardhshme dhe do të zgjasë deri më 10 korrik. Studentët do të zhvillojnë testimet dhe aktivitetet përmbyllëse të vitit akademik në këto ambiente të reja. Aktualisht kjo është java e fundit e vitit akademik, e zhvillimit të leksioneve më saktë për këtë vit akademik 2025-2026 dhe nga java tjetër do të fillojë sezoni i provimeve, i cili do të zgjasë për deri në datën 10 korrik. Dhe më pas do të përfundoj me diplomimin e studentëve të vitit të tretë, si dhe studentët e vitit të parë dhe të dytë, të cilët do të kalojnë në vitin pasardhës. Fakulteti i Shëndetit mbetet një nga fakultetet më të preferuara në Universitetin e Vlorës, duke drequr çdo vit një numër të konsiderueshëm studentësh që zgjedhin programet e studimit, që më pas të jenë të aftë për tregun e punës në shëndetësi. Që Fakulteti i Shëndetit, i cili vazhdon dhe mbetet një nga fakultetet më të preferuara të studentëve, sidomos degët e infermierisë së përgjithshme, degët e infermieri mamis, dega e geriatrisë. Investimin në infrastrukturë dhe përmirësimi i kushteve të mësimdhënies konsiderohen hapa të rëndësishëm për rritjen e cilësisë së arsimit universitar dhe përgatitjen e specialistëve të ardhshëm të sistemit shëndetësor.